besojnë që me një ekip fituese, kur shkojnë gjërat mirë, kur trajtohen me seriozitet problemet, kur ka një përballje të vazhdueshme me problem për të dhënë zgjidhje, atëherë këto qytetarëve ju bin mirë, edhe qytetarët zakonisht nuk dëshirojnë me zëvendësu ekipin që punon, ekipin që zgjidh probleme, ekipin që përmbush premtime, ekipin që e mban fjalën, ekipin që ka qenë i hapur me publikun dhe ka mirë prit, edhe ka kriju marrëdhënie të shëndosha, sepse që burojnë edhe për mandatit, po edhe për një pozicionit qartë, parimor, po edhe për një pozicioni që në fakt kryetari ka mandat, ka vetëm një mandat, një shërby besnikërisht qytetarëve, pa dallim, edhe me qenë adres që me ekipin e tij po ashtu me zgjidh sa më shumë probleme e me plotësu sa më shumë nevojat të qytetarëve. Ballotazhi shërben zakonisht edhe si votë kundër, me një farë formë edhe shumë shpesh diskutohet e debatohet a është demokratike ose jo. A nuk druani zoti Latifi që mund të ketë një lloj bashkërendimi të subjekteve politike që nuk janë në qeverisje, për shembull PDK, LDK, vetë vendosje që mund të bëjmë bashkë anti qeverisjes aktuale. Po gjithmonë ato rreziqe, le të themi rreziqe, s'them që janë rreziqe, po supozojmë që janë rreziqe ose oponencë. Ne kemi punuar aq sa të mos kemi një mobilizim anti. Edhe po punojmë që të mos kemi një mobilizim anti ose kundër, edhe për kundër faktit që nuk po thonë që s'ka të tilla tendenca, sepse nuk matet jetë gjatësia një qeverisje ndryshe përveç me suksese, me arritjet të cilat janë evidente. Në këtë rast, për shembull, ne përdorim ndoshta një fjalë pak pa modesti, një fjali, pra nuk është më rëndësi sa vjet i ki në qeverisje. Është më rëndësi që çka ke bo në gjatë gjithë kësaj periudhe qeverisje. Me çka krenoheni zoti Latifi?